që thotë 2 kahore, ne unazën e madhe e shohim si 1 kahore që fillon nga sheshi Bill Clinton, vazhdon deri te menza studenta, semaforat te menza studenta, kthehesh majtas rruga Gemra Ramadani, ka Ministria e Arsimit, deri te Plepat, komune e vjetër, kthehet në rreth rrotullim aty, kalon nga qafa, edhe objekti i Shërlindjes apo objekti i qeverisë tani dhe prap lidhet në sheshin Bill Clinton, domthon 1 kahore me 4 kursi, qarkullim të automjeteve, 2 kursi do t'jenë një për autobus dhe tjetra për parking makina. Kjo pastaj do të mund të shfrytëzohet nëse në të ardhmen do të krijohet mundësi që edhe për tramvaj e kanë përmend LDK, nëse zgaboj, por nuk është qesharake kjo, sepse një qytet siç pretendon të jetë Prishtina duhet t'i ketë edhe këto mundësi. Prioriteti i dytë është rreth rrotullimi apo zgjidhja e problemit që është në Veternik, pikërisht tek udhkryqi ku e lidh rrugën te Ministria e Drejtësisë, rrugën për Gjelan, por njëkohësisht edhe rrugën ka pompa e UBT, domethënë si thirrët e HIB, te rrethi i spitalit. Domethënë aty ne kemi parapas që do të krijohej një mundësi për ta shkarku qarkullimin e automjeteve, duke e krijuar një mbikalim, që mbikalimi do të lidhte vetëm tranzit që vijnë nga ajo pjesë me autostradën apo autorrugët që e lidhin Ferizajn. Po, ta përfundoj këtu nëse... Pastaj replik, se patët çësje të ndryshme. Këtë është në rregull. E lidh autostradën, Shkup, Pej, Prizren, Mitrovic, dhe më thonë vetëm tranzit, por njëkohësisht do të kriju edhe një rreth rrotullim për gjitha ato mjetet të cilat do të qaseshin qendrës Prishtinës. Në qytet. Unë atë të parën që dëmonit me qeni kashi prej Bill Clintonit, e kam provu njëherë, edhe mu ka nevojë dëmon 45 minuta mu sjellë për marrë për shtëpia jeme që kam 200 metra për Bill Clintonit shtezën për tonë. Ska funksionu, thonë? Ska funksionu edhe pika tjetër që më thonë të ashti në atë pjesën për balë shtëpisë tem është 34 që edhe ato banesat që ka me jetu 20.000 njerëz. Ato automatikisht do të kërëhet të loviqa që madhe, edhe njëna për arsye, pëse unë kam reagu, kam kandidu, është se nuk janë të kriju kushtet për ata banorë që kanë qenë që ka egzistu, po janë të tentu me kriju kushtet për ata që janë të arë me banu ato. E mendoj që kjo zgjedhja që po thëmë që është një kashe, ka shaktu shumë a shumë të lovi, edhe mu më ka kriju ma shumë probleme për ata nuk e besoj që zgjedhja duhet. Kjo është mendimja.